Mirë se vini në këtë analizë të re. Sot kemi diçka vërtet fantastike për të ndarë me njëri tjetrin. Do të fillohemi në atë që quhet arkitektura e shpirtit. Imagjinoni pak, akti fizik i gëdhenjes së një guri të merret si pasqyrë përpjekjeve tona për harmoni shpirtërore. Është si metaforë brillante nga traditat e lashta për të treguar se si ndërtohet në të vërtetë karakteri dhe morali me kalimin e kohës. Dhe kjo na çon direkt tek një pyetje mjaft tërheqëse. A lindim me një karakter të përsosur e me pjekuri natyrale, apo na duhet ta gëdhendim atë me mund e shpesh me dhimbje, pikërisht nga të metat tona të dukshme? Kjo është fiks dilema që do të trajtojmë sot. Pra, a mund të jepet pjekuria morale ashtu thjesht, apo është një betejë e qëllimshme për të hequr qafe natyrën tonë kaotike? Për t'i dhënë kuptim kësaj, le të hedhim syt menjëherë tek dy koncepte thelbësore: guri i palatuar dhe guri i latuar. Sipas kësaj tradite, ne nuk shihemi as pak si të përsosur që në lindje. Përkundrazi, jemi një lëndë e parë. Këta gur nuk janë thjesht materiale ndërtimi, por metafora tepër të forta të rrugtimit ton nga një gjendje e papërpunuar natyrore drejt një harmonie të vërtet morale, intelektuale dhe shpirtërore. Secili prej nesh është një material për të ndërtuar atë që njihet simbolikisht si tempulli i njerëzimit. Për ta patur më të qartë, le ta ndajmë këtë në dy anë ekstreme. Imagjinoni gurin e palatuar. Ai përfaqëson të metat tona, pasionet që na marrin përpara, atë egon e fryrë dhe ignorancën. Tani, kthejmë kokën nga guri i latuar. Këtu kemi një pamje krejt tjetër. Kemi vetë kontrollin, urtësinë e fituar, emocionet e mbajtura në fre dhe një moral të rafinuar. Është fiks transformimi vizual i tipit para dhe pas i zhvillimit ton të brendshëm. Po, si nis e gjitha kjo? Nis fiks aty, te pranimi i lëndës së parë ose përqafimi i fazës së gurit të palatuar. Kjo njihet si faza e nxënësit. Dhe dëgjoni, kjo do të thotë të përqafosh plotësisht faktin që askush, absolutisht askush, nuk e nis jetën si një produkt i përfunduar. Ne nisemi si një lëndë e ashpër që ka nevojë dëshpërimisht për të punuar. Është faza e braktisjes së çdo iluzionit të përsosmërisë. Dhe të jemi të sinqert, të qenit nxënës nuk është se është ndonjë moment lavdie e vetkënaqësie. Përkundrazi, është një përplasje mjaft e fortë e etike me realitetin e papërpunuar. Kërkon një përullësi të thellë, vërtet thellë. Kërkon të jemi të vetëdijshëm për të metat tona, të pranojmë se kemi kaq shumë nevojë për edukim dhe mbi të gjitha një përkushtim të hekurt ndaj vetëpërmirësimit. Pak të goditit parë në sedër, asnjë gur nuk mund të fillojë të gëdhendet. Por, si mbrim aty, duke i bërë pyetjet më të pakëndshme të mundshme. Çfarë duhet të ndryshojmë urgjentisht tek vetja jonë? Cilat janë ato vese që i fshehim thellë? Çfarë na mban vërtet peng për të qenë më të mirë? Të jemi të qartë, vetnjohja e vërtet kërkon një sinqeritet absolutisht brutal me veten. Kompromiset nuk kanë vend këtu. Nëse nuk jemi të gatshëm të përballemi ashpër me atë që na mban peng, nuk mund të ecim përpara. E gjithë kjo introspeksion kthehet tek një e vërtet universale. Askush nuk bëhet njeri i urtë pa sakrificë të brendshme. Mendojeni pak thellësisht këtë. Çfarë do të thotë? Do të thotë se armiku ynë më i madh nuk është bota atje jashtë. Jo. Është kaosi ynë i brendshëm. Zhvillimi dhe urtësia kërkojnë sakrificë të vazhdueshme dhe një zhveshje të pandërprerë të egos. Është një punë thellësisht e brendshme, e bërë shpesh në heshtje, dhe po, mjashtë e dhimbshme. Okej, po si kalohet nga ai kaos në harmoni? Këtu futemi tek hapat aktiv të procesit, tek harku i ndryshimit. Imagjinoni dorën që godet një pas njëshme me çekiç për të lëmuar skajet e thepisura të atij guri të ashpër. Njësoj është dhe zhvillimi moral. E nisim me përballjen me kaosin. Më pas, fillojmë të aplikojmë fort mjetet e disiplinës për të korrigjuar gabimet tona, me shpresën që të evoluojmë drejt një gjendje harmonie shpirtërore të rafinuar. Tani, kjo është pjesa që mua më duket thjesht geniale. Për të realizuar këtë, tradita përdor një set të tërë veglash fizike që shërbejnë si një udhërrëfyes absolut moral. Çdo vegël ka një kuptim. Shikoni çekanin. Ai nuk i bie verbërisht gurit. Ai është vullneti i patundur dhe forca morale për të nxitur ndryshimin. Po dalta, ajo përfaqëson dijen dhe edukimin që gdhen dhe formoson mendjen. Më pas kemi matsin, atë që strukturon mendimet dhe imponon disiplinë, ndërsa katrori siguron që ne të jemi të drejtë të ndershëm, duke mbajtur çdo veprim në vime të vërtetën, secila prej tyre është një ftesë për aksion. Dhe pas gjithë asaj pune të rënd, pas gjithë atyre goditjeve metaforike, ku mbrim? Mbrim te gjendja e rafinuar, pika e dëshiruar e gurit të latuar. Është vërtet një moment triumfi, kalimi fantastik nga kaosi në diçka krejtësisht të formosuar.
Kjo përfaqëson atë pjekurinë e plot, atë nivel shumë të lartë moral ku preket faza e mjeshtrit. Ai materiali i ashpër dikur plot defekte, tani është ekuilibruar, është bërë i sakt, i fortë dhe tejmas i dobishëm. Por prisni pak, çfarë e karakterizon saktësisht këtë gur të latuar? Nuk bëhet fjalë thjesht për një fasadë apo lëmim sipërfaqësor. Bëhet fjalë për një transformim të thellë. Do të thotë të kapërcesh përfundimisht fazën e ignorancës. Do të thotë të kesh atë disiplinimin e rrept të mendjes dhe një vetkontroll aq të thellë sa emocionet e egra nuk prishin dot më ekuilibrin moral. Dhe e dini cila është shenja më e bukur? Ky shndërrim e kthe njeriu në dikë që është jashtëzakonisht i dobishëm për të gjithë njerëzimin. Këtu duhet të kemi shumë kujdes me një keq kuptim madhor. Dikush mund të thotë, perfekt, tek dhënda veten tani jam i pagabushëm. Jo, as pak. Siç thuhet bukur këtu, përsosja masonike është proces, jo destinacion. Të jesh i lëmuar nuk të bën papritur hynor. Bëhet fjalë gjithmonë për një përsosshmëri relative me kufit tanë si njerëz. Puna miq nuk mbaron kurrë. Kërkon një përkushtim të përjetshëm për të vazhduar e për të përmirësuar pa pushim. Kjo bëhet edhe më e qartë po të krahasojmë dy mendësi thellësisht të kundërta. Nga njëra anë, kemi atë që quhet mendja arrogante. Kjo lloj mendje mëson diçka të vogël dhe bum, fryhet nga krenaria, duke harruar rrufëshëm se dje ishte një gur plot balte të meta. Nga ana tjetër qëndron mendja e mjeshtrit. Një mjeshtri i vërtet nuk e fshin kurrë nga kujtesa origjinën e tij të papërpunuar. Pjekuria e vërtet do të thotë të ruash lidhjen me të shkuarën, të shmangësh arrogancën si murtajen dhe t'i mbash veglat gjithmonë gati për të punuar me veten. E gjitha kjo natyrisht na drejton tek pyetja e madhe. Pse ndodh kjo betejë? Pse sakrifikojmë? A është thjesht për të fryrë gjoksin e për të ndjerë më superior se të tjerët? Përgjigjja e filozofisë është e prerë. As që bëhet fjalë. Ka një qëllim të merësishëm të lartë se kaq. Formësimi nga kaosi në harmoni nuk është ndonjë akt i izoluar egoist për ndihmë vetjake. E gjithë kjo disiplinë dhe transformim bëhet për një arsye përfundimtare, për të shërbyer ndërtimit të tempullit të njerëzimit. Shikoni, logjika është e pakundërshtueshme. Çfarë vlere ka një gur, sado në perfeksion të jetë i latuar, nëse rri i hedhur e i vetëm në një grore të zbrazët? Zero. Vlera e tij del në pa, ashtu si dhe vlera e njeriut, vetëm atëherë kur vendoset si pjesë e një strukture shumë të madhe. Një karakter kaq i zhvilluar nuk synon të jetojë vetëm për veten. Ai kthehet menjëherë në një gur mbajtës për komunitetin. Ai mbështet me forcë të tjerët dhe mban gjallë harmoninë e përbashkët. Sepse ndërtimi i individit është çelësi për ndërtimin e një bote të tërë. Dhe ja te kemi thelbin e vërtet të këtij transformimi madhështor. Është mahnitëse të shohësh se si formimi një morali të palëkundur është fiks si projektimi një kryevepre arkitekturore. Niset duke u përleshur me kaosin, me egoizmin dhe atë errësirën e thellë, e përmes veglave dhe sakrificës shndrohemi e shkojmë drejt dritës verbuese të urtësisë, rregullit e shërbimit. Kjo është një ide që sfidon kohën dhe mbetet një thesar për çdo shoqëri që aspiron të përparojë. Gjë që na sjell te fundi dhe dua ta mbyllim me një pyetje vërtet provokuese për të gjithë ne. Me që e dim tani që jemi të gjithë si ai materiali lëndor, vazhdimisht në punime sipër në këtë proces të gjatë të papërfunduar, cilën vegël simbolike mund të zgjedhim që sot për të lëmuar skajet tona më të ashpra. Ato të rokim që kanë në vullnetit për të korrigjuar një gabim, apo daltën e edukimit për të ndriçuar më shumë mendjen. Puna na pret. Shpresojmë që kjo analizë t'i ketë ofruar një perspektivë thellësisht frymëzuese. Faleminderit që u bashkuat me ne dhe miru dëgjofshim herën tjetër.